coptoje këtë njeri ashtu siç i ka coptuar dokumentet e mia. Nuk ja kanë gjetë trupin e tij përveç se cop. Para disa ditëve një njeri i ban pyetje një hoxhës, një dietarit në tokat arabe. Kam qenë në një punë, i kam bë gati disa dokumente, disa letra. Më kanë marrë shumë kohë, më kanë marrë shumë angazhim. I kam dorëzuar me shpresën që do të kryj punë. Dhe pasi i kam dorëzuar, jam fjalos pak me personin që është aty në vendin e punës, dhe ai njeri dokumentet e mia i ka marrë, i ka shkoç, i ka coptu, mi ka hudh. Subhanallah, a është kjo zullum? Edhe kjo është zullum. Në momentin që më është bë zullum, i kam ngrit duar. Ja Rab, coptoje këtë njeri ashtu siç i ka coptuar dokumentet e mia, letrat e mia, cop, bane këtë njeri, cop. Pasha Allah, më thot, nuk kanë kaluar përveç se 3 ditë. Pas 3 ditëve më ka ardhur lajmi që ky njeri ka bën ndeshje. Nuk ja kanë gjetë trupin e tij përveç se cop. E pastaj ky njeri ban pyetje, tash une, a jam fajtor? Tash une, a jam gabim? Tash une në këtë rast, a jam zullumqar? Subhanallah. Edhe ti në këtë rast je gabim. Ti nëse ban dua kundër, megjithse më e mira është falja, po nëse ban dua kundër, ban dua vetëm në atë shkallë sa të i bë zullum dhe jo më shumë, nga se atëherë edhe ti kalon në anën e zullumqarit.